Kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani sot mblodhi bashkë mësimdhënësit e pensionuar në një iftar të shtruar enkas për ta, me rastin e 7 marsit, ditës së mësuesit. Ai i mirëpreti ata duke ju shprehur mirënjohje ndaj misionit të tyre të shenjtë që e kanë dhënë gjatë jetës në drejtim të përgatitjes së gjeneratave të reja për të qenë bartës të denjë të proceseve të rëndësishme në shoqëri. Të nderuar mësues, të nderuar dhe të dashur mësimdhënës, unë desha veç t'ju dëshiroj mirëseardhje sonte këtu, të gjithë juve, edhe pse e di se një ditë është pak për ta shprehur gjithë mirënjohjen për ju, sepse gjithë ne jemi rezultat i punës tuaj të palodhshme që keni bërë. Mirë po është një gest simbolik për t'ju respektuar në këtë ditën tuaj 7 marsin. Uroj dhe besoj që të gjithë institucionet të merren pak më seriozisht me çështjen e mësimdhënësve, jo vetëm derisa janë aktiv, por edhe pas pensionimit të tyre, që t'ju sigurojnë kushte më të mira, më dinjitoze, dhe besoj që edhe shumë vite tjera do të festojmë kështu së bashku, ndërsa dyert të institucioneve ku ne udhëheqim gjithmonë do të jenë të hapura për ju. Uroj të keni një Ramazan dhe agjerim të lehtë, ju bëft mirë dhe faleminderit shumë për kohën që keni ndajtur sonte. Mirënjohës për këtë iftar solem të organizuar nga kryetari i komunës, u shprehën edhe arsimtarët e pranishëm që tani po e shijojnë pensionin. Ata e llogaritën këtë si një mundësi e mirë për të takuar me kolegët, por edhe si një vlerësim i madh nga ana e komunës për kontributin e tyre në arsimimin e gjeneratave të reja. Takimi me mësimdhënësit e pensionuar është bërë aktivitet tradicional që Komuna e Gostivarit e organizon çdo vit me rastin e 7 marsit. Në të njëjtën mënyrë veprohet edhe me mësimdhënësit e etnive të tjera që jetojnë në qytetin e Gostivarit në ditë të shënuara për ta. Ndryshe, 7 marsi kujton themelet e para të mësonjtores shqipe dhe nderon figurën e mësuesit, por edhe gjithë punonjësve të arsimit, si edukator të brezit të ri dhe si kontribues aktiv të zhvillimit dhe përparimit të shoqërisë në përgjithësi.